Shqipëria do të ketë këtë vit dy sfida shumë të rëndësishme, sfida këto që mund të fusin kuqezinjt në librin e artë të futbollit botror, pasi kombëtaria shqiptare ka shansin të marrë pjesë për herë të parë në Kupën e Botës. Një arritje e tillë mund të jetë shansi për të shënuar kështu një moment historik për futbollin shqiptar. Në mars të këtij viti, skuadra jon do të përballet fillimisht me Poloninë, një kundërshtar i fortë, dhe që Shqipëria e njeh mirë, dhe në rast të një fitoreje, kuqezinjt do të luajnë finalen me fituesen e çiftit Ukrainë-Suedi në një rrugtim të vështirë për kombëtaren. Përveç rëndësisë së ndeshjes për skuadrën shqiptare, kjo sfidë ka një rëndësi në aspektin personal edhe për trajnerin Silvinjo, i cili me Poloninë ka një histori që mund të quhet simbolike. Kjo histori nis që nga deputimi i tij si trajner i kuqezinjve, vijon me kualifikimin e skuadrës në Europian dhe përshkon ndeshjet e marsit, ku rezultatet e arritura dhe performanca e lojtarëve nuk kanë qenë vetëm për statistika, por kanë vendosur bazat për ëndrrën e madhe të kombëtares shqiptare. Për Silvinjon, sfida ndaj Polonisë nuk është thjesht një ndeshje, por edhe një mundësi për të vendosur vlerën e tij historike në krye të pankinës kuqezi. Më 27 mars 2023, Shqipëria përballej me Poloninë në kualifikueset e Euro 2024 në Stadion Narodowy të Varshavës. Takimi përfundoi me një fitore minimale të polakëve 1-0 fal golit të Karol Zwiderski në minutën e 41. Megjithatë, kuqezinjt u përpoqën deri në fund të ndeshjes për të barazuar rezultatin. Edhe pse rezultati nuk u ndryshua deri në fund, kjo ndeshje për te humbjes minimale ishte një pikë these për kombëtaren shqiptare. Lojtarë si Yasir Hasani dhanë sinjale pozitive duke treguar cilësi, ndërsa pjesa tjetër e skuadrës tregoi se kishte potencial për të konkurruar me ekipet më të forta të Europës. Në Varshavë, kuqezinjt treguan se mund të jenë të papritur dhe se nuk janë thjesht një skuadër që luan për statistika, dhe në fakt, ndeshje pas ndeshje kjo u vërtetua. Shqipëria gjendej në një grup të vështirë dhe shumë specialistë konsideronin atë si forcë e tretë pas Polonisë dhe Çekisë. Megjithatë, kuqezinjt shkruan historinë duke u kualifikuar për herë të parë në Europian si vendi i parë në grup, një arritje që reflekton punën dhe përkushtimin e trajnerit Silvinjo dhe stafit të tij teknik. Për të arritur këtë rezultat ishte e nevojshme të fitoheshin ndeshjet kyçe në Tiranë, veçanërisht ndaj Polonisë dhe Çekisë, ku skuadra shfrytëzoi maksimalisht mundësitë duke përfituar nga momentet vendimtare të lojës. Vetëm disa muaj më vonë, më 10 shtator 2023, kombëtaria shqiptare arriti një fitore të rëndësishme 2-0 ndaj Polonisë, duke konfirmuar se përmirësimi i ekipit nuk ishte rastësi dhe se kuqezinjt kishin arritur të rrinin të fortë edhe ndaj rivalëve të mëdhenj, dhe duke treguar se Shqipëria nuk duhet të nënvlerësohet, sidomos kur bëhet fjalë për ëndra. Tani në prag të ndeshjes së play-offit për Kupën e Botës 2026, Shorti e ka vendosur sërish Shqipërinë përballë Polonisë. Ky duel mund të jetë vendimtar për fatet e kombëtares kuqezinj në rrugtimin drejt ëndrrës amerikane. Polonia vjen në këtë takim si favorite për shkak të cilësisë së lojtarëve dhe historikut më të fortë në duele direkte, por për Shqipërinë, fakti që ka arritur në këtë fazë konsiderohet një arritje e madhe, e cila tregon progresin dhe përmirësimin e skuadrës në drejtimin e Silvinjos. Tani Silvinjo e di që për të realizuar ëndrrën e tifozëve shqiptar dhe për aspektin personal, që të jeti vetmi trajner brazilian në Kupën e Botës, duhet të mund Poloninë në këtë duel vendimtar.